puna më e mirë dhe shpenzimi më i mirë i pasurisë, para që ke shpenzimi më i mirë dhe më halal i saj, është ta shpenzosh për nevojat tua dhe të familjes tënde. Sadakaja më e mirë, ka thënë pejgamberi alayhiselam, është ajo të cilën e jep ti, e shpenzon ti për ata që ke borxh me i mbajt. Kafshata më e mirë është ajo të cilën ti me dorën tënde edhe në gojën e gruas tënde, për të treguar se nuk mundet njeriu me qenë bamirës, solidar, humanist me të huajin, para se me qenë me të vetin.